Po shfaqet një dukuri negative. Pasi po shohim femra me veshje pra jo të plot. E mbulon kokën me një shall, kanë veshje për shembull të stolisur, ose veshje të ngushtë, ose vishet me shami dhe me pantallona, ose fustan pra të ngushtë. Si gjykohet për këto? Ky problem ka disa shkaqe. Së pari, padituria. Nuk e din urdhrin kuranor siç duhet. Nuk e kanë mësuar siç duhet mulesën. Nuk i është përcjellur rregulli i mulesës ashtu siç duhet. Allahu ka urdhëruar në Kur'an. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar në për hadithe, ka bërë qartë këtë çështje. Atëherë mulesa duhet të jetë e plotë, duhet të jetë saktë, duhet të jetë e rregullt. Veshja me një shall të ngushtë, veshja me pantallona, veshja me një fustan ose një bluzë të ngushtë, një fustan deri tek gjunjët apo deri tek gjysma e kërcive dhe pastaj me çorape mishi apo çorape, domethënë qoftë me çorape të trasha, nuk është veshje e plotë, e rregullt dhe e saktë islame. Veshja duhet të jetë plotë, e gjerë, e bollshme, të mos përshkruaj pjesët mos jap formën e pjesëve të trupit. Pra, e ka detyrë femra që të mbulojë të gjithë trupin me veshje të bollshme të gjerë, përveç fytyrës dhe duarve deri në kyçe. Sipas argumenteve të shariatit, i citova ajetet pak më përpara. Profeti sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Esma radhiyallahu anha, inna al-mar'ata idha balagat al-mahid la yasluhu an yura minha illa al-wajha wal-kaffayn. Kur femra arrin moshën e pjekurisë, nuk lejohet që të shikohet prej saj, nuk lejohet që ajo të shfaqë veçse fytyrën edhe duar deri në kyçe. Pra është fjala për kur femra del nga shtëpia, kur është para burrave të huaj, me të cilët asaj sipas me të cilët i lejohet martesa. Nuk duhet të shfaq para tyre përveç se fytyrën edhe duar deri në kyçe. Kjo sipas argumenteve të shariatit, pra duhet të jetë veshja e tillë. Dhe nëse veshja nuk është e tillë, ajo ka mangësi. Problemi i parë është që kanë padituri. Problemi i dytë është që janë të dobta në iman. Edhe dikur, do para një farë kohe mund ta ketë pas mulesën plot, pastaj ka filluar duke u dobësuar. Imani dobësohet nëse njeriu nuk shton dijen e fesë, nëse muslimani nuk shoqërohet me muslimane devotshme, nëse nuk shkon, nuk merr pjesë në mësimet fetare, nëse nuk përpiqet që të rrisë imanin, mund dobësohet dhe pastaj dobësimi bën që namazet mos e fal aq të rregullt. Mulesën mos e ketë të rregullt. Mund përpiqet që të shfaqet në rrugë jo ashtu siç duhet. Pra kjo vjen nga dobësia e imanit. Ndaj këshillojmë ato që e kanë veshjen të dobët, jo të rregullt, jo të plotë, që të mulohen plotësisht në përmbushje të urdhrit kuranor, në ndjekjet e profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse ato që nuk e kanë veshjen e rregullt janë paralajmëruar për ndëshkim të rënd. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith, dy kategori njerëzish nga ummeti im që do të jenë banorë zjarrit të xhenemit, akoma s'e kanë pa, nuk kanë shfaqur. Dhe ka përmendur një prej tyre nisaun kasiatun ariyat, mailatun mumilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila, la yadkhulna al-janna wa la yajidna rihaha. Edhe një kategori janë ca gra të veshura dhe të zhveshura. Të veshura dhe të zhveshura, do të thonë veshje shumë e hollë, e të dukshme. Ose mbulon një pjesë trupit, po jo pjesën tjetër.
as të veshura, do të veshura dhe të zhveshura, pra veshja jo e plotë, jo e rregullt, jo e saktë. Mailat mumilat. Tërheqin burrat e huaj. Bëhen tërheqësa. Mumilat. Mailat. Kanë një ecje jo të rregullt, jo të mirë. Domethënë tunden kur ecin. Ose sipas një interpretimi tjetër, krehjen nuk e bëjnë, domethënë ashtu bëjnë një krehje që është karakteristik për femrat e përdalme, femrat e këqija. Kokat i kanë si gungat e deveve, pra vendosin një copë, mbështjellën kokën me një copë që duket domethënë flokët apo duket diçka e ngritur, ose i ngrejnë ato flokët ose gërshetat duke bërë që të duken si domethënë si gungat e deveve, pra kjo është një krahasim që ka bërë profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra kuptohet nga hadithi që ato që nuk e kanë veshjen në rregull, nuk e kanë të plotë, ato që përpiqen të bëhen tërheqëse për meshkujt në rrugë, ato kanë paralajmërim për dënim. Allahu subhanahu wa taala lut paralajmërim për hyrje në zjarrin e xhenemit. Hyn në xhenet thot profeti sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk e ndjejnë erën e xhenetit. Nëse këto janë muslimane, po muslimane gjunaqare të dobta, kupton? Atëherë çfarë ndodh? Atëherë domethënë ato e vuajnë dënimin përkohësisht në zjarrin e xhenemit. Po gjithsesi kanë me dalë një ditë për tyre se kanë qenë mëkatarë të mëdha, pa më kanë vdekur si muslimane, pa botobe nga gjuna i madh. Nëse s'kan qenë muslimane, atëherë ato do të jenë përgjithmonë me dënim, do dënohen përgjithmonë zjarrin e xhenemit, Allahu lartësuar na ruaj prej tij. Përderisa ka paralajmërim kaq të rënd, duhet më urrit në fjalë. Në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë se yakunu fi ummeti, do të ketë në ummetin tim, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, gra që janë të veshura por dhe të zhveshura, sipas asaj që e shpjegova pak më parë, vishen me veshje të i dukshme, ose mbulojnë një pjesë të trupit dhe një pjesën tjetër. Se kanë veshjen të rregull, nuk kanë veshjen të plotë. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, mallkojini ato se ato janë të mallkuara. Mallkojini thot se ato janë të mallkuara. Mallkim do të thonë largim nga mëshira e Allahut. S'kan për të hyrë në xhenet dhe s'do ta ndjejnë erën e xhenetit. Edhe pse era e xhenetit ditën e gjykimit do ndihet nga kjo dhe ajo distancë. Ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam. Ne duhet të kemi parasysh, mallkimi këtu është pa përcaktim. Që kjo nuk do të thotë që kur shikon një femër caktuar me veshje jo të plotë ta mallkosh, jo. Sepse mbase ajo nuk është e denjë për këtë mallkim. Mbase ajo nuk e di këtë rregull dhe duhet mësohet. Pastaj është fillestare në fe, është hapat e para dhe po mëson rregullat e fesë. Kështu që nuk duhet të nxitohemi të mallkojmë një femër të caktuar. Por mallkimi është pa përcaktim. Është i përgjithshëm. Mallkojini se ato janë mallkuar. Por çfarë është shumë e rrezikshme, përdesa ka mallkim, kjo do të thotë që është gjuna i madh. Nëse femra se ka veshjen të rregullt, nuk e ka të plotë. Ndaj duhet përpiqen femrat që të plotësojnë kushtet e veshjes së plotë islame. Allah shpëleft.